Ishulli i Sazanit pritet të shndërrohet në një destinacion luksos turistik fa një investimi ambicios të firmosur nga dhëndri Donald Trump. Kompania e tij ka marrë me qira për 99 vjet ishullin, që deri tani ka qenë pjesë e një zone të mbrojtur dhe me histori ushtarake. Projekti përfshin ndërtimin e një resorti ekskluziv me villa, hotele, marina dhe ambiente rekreative, duke ruajtur disa prej strukturave ekzistuese si pjesë e një muzeu të gjallë. Qeveria shqiptare ka shpallur projektin si strategjik dhe preqoj të krijojë mbi 1000 vende pune dhe të sjellë përfitime për ekonominë vendase. Pavarësisht pritshmërive ekonomike, projekti ka ngjallur debate të shumta në opinionin publik dhe mes organizatave mjedisore. Sazani është pjesë e parkut detar Karaburun Sazan, një zonë me biodiversitet të pasur që kërkon mbrojtje të rrep. Ekologët paralajmërojnë për mungesën e një studimi të plotë të ndikimit në mjedis dhe rrezikun e dëmtimeve të parikuperueshme, sidomos në mungesë transparence për trajtimin e mbetjeve ushtarake dhe eksplozivëve të mundshëm. Projekti sheh gjithashtu përmes një lente gjeopolitike, pasi përfshirja e Kushnerit lidhet me afërsinë e tij me rrethrin e Donald Trump dhe rolin e mundshëm të SBA-ve në rajon. Disa analistë interpretojnë si një përpjekje për të frenuar depërtimin e interesave ruse dhe kineze në jug të Adriatikut. Nëse suksesi i projektit do shërbesi precedent për ndërmarrje të tjera ndërkombëtare në mesdhe, kjo mbetet për tu parë. Ndërsa disa vendase quhen tashmë ishulli i Trumpëve, të tjerë janë të shqetësuar për ndryshimin e karakterit të zonës, ka frikë për izolimin e komuniteteve lokale dhe zëvendësimin e popullsisë përmes prurjes së punonjësve të huaj. Megjithatë, projekti ndodhet ende në fazat fillestare dhe mbetet të shihet nëse do të realizohet siç është parashikuar, apo do të mbetet një tjetër ëndër e madhe e pashkruar në brigjet e Jonit.